Dy kazino janë zbuluar në Kavaj këtë të dielt ku janë sekuestruar 16 makineta, për të cilat u shpallën në kërkim shtetasit Klejsi Cani, 26 vjeç dhe Klajdi Çopa, 20 vjeç. Policia njoftoi se në një ambient të marrë me qira në lagjën numër 6 Kavaj prej Klejsi Canit u gjetën dhe sekuestruan 5 makineta për lojë rafati, ndërsa në lagjën numër 1 të njëjtit qytet, në një ambient të marrë me qira nga Klajdi Çopa, u gjetën dhe sekuestruan 11 makineta. Burime zyrtare pranë uniformave blu konfirmuan se informacioni për këto aktivitete kriminale kishte mbërritur në adresën elektronike të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënderhita, teksa më herët i njëjti aktivitet u godit në Kurbin, Milot e Tiranë për përshtatje të ambienteve për zhvillimin e lojrave të fatit me makineta. Gjatë një tjetër kontrolli në kryeqytet në zonën e kombinatit, u zbulua aktiviteti i ngjashëm ku arrestuan 2 shtetas, administratori dhe punonjësi i një lokali. Specialistët për hetimin e krimeve kibernetike zbuluan në lokalin e 28 vjeçarit Eligert Pepi dhe ku i punësuar ishte 30 vjeçari Fatjon Gana, një ambient të përshtatur për vendosjen e basteve sportive. 2 të rinj u arrestuan dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, celular dhe kompjutera që shërbenin për veprimtarinë e kundërligjshme.